Këtë vit, qershi në treg vështirëse do të ketë nga prodhimet vendore dhe furnizimi do të jetë nga jashtë. Kjo për shkak se rreshtet e borës që përfshin rajonin e Pollogut në fillim të muajit prill kanë shkaktuar dëme të mëdha në pemë të ri. Kultivuesit e pemëve thonë se janë shkatëruar mbi 90% e pemëve. Bujku tetovar Ibrahim Fejzullahu ankohet se rreth 300 pemë të qershisë janë dëmtuar nga temperaturat e ulta dhe rreshtet e borës. Nëse viteve të kaluara ai arrinte të merrte deri në 15 ton qershi, 2 vitet e fundit nuk mund të vjel asnjë kilogram. Të qershiet, ke pemët i ka shkatëruar këtë. E ka bo 90%, jo se 99% që mund të shifni se edhe i pa në teren se gjikën. Edhe këto kesh në komuni paraqita, Ministrinë e Bujqësisë, do më thënë shkon këto kompetenca i ka komuna. Kesh në komun i paraqita, ato s'marën parasisht, nuk shohan hiq, nuk të marën ndorë hiq, në nes dim gjibëm, se ne nuk gërkojmë kështë gjibërmi pak të zbutin situatën, që mbijetëm, se nuk dumë ne edhim se aje s'mund t'i paguet gjitha, po për mbijetu të zbute pak situatën, që atë gërkojmë për komunës. Qershit dhe pemët tjera janë dëmtuar tërësisht dhe kjo pritet të sjellë rritje të çmimeve në treg. Ky bujk tetovar, nëse në të kaluarën kishte mbjetuar duke shitur qershi, 2 viteve të fundit ka pasur humbje të mëdha. Po i kina 300 druna. Këto është nëse pëllëm komunës, dalën në teren inspektorët t'i shohën, në të vendosin diçka, për ndënin ndim dhe njëse, se me këto ne mirëna, në për këto jetën. Jo, s'ka, këto askund nuk ka, se komunat tjera, këtë i kanë pranu dalën inspektorët në për teren, në Macedoni, veç komunat e tovës nuk merë parasysh ishtë dalën në teren. Që ati kësha apelu komunës, që dalën në teren, t'i shohe, inspektorët t'i shohe, që diçkat na ndimojnë. Kom marrë këto 13 ton, 12, deri në 15 ton, vjetë e tjera vjetë, breshni i prishi ketë, si vjetë prap ngricat i prishën ketë, anë ne mo nuk kina kapacitet. Problemet e shumta me të cilët përballet bujqësia, siç janë subvencionet e ulta, mungesa e fuqisë punëtore, mos kompenzimi i dëmeve në kohë, çmimet e ulta në treg të prodhimeve vendore, kanë bërë që bujqit të demoralizohen dhe mos të merren me bujqësi. Po si mo demoralizohen? Që s'kina rini, ne gjipënem, ne kina mbet veç ne. Rini s'kina. Si mo demoralizohen? Çdo kund në botë, bujkot i përmbajnë, çdo kund, këto këne është katastrofë. Se për që këtine e kina të ardhmet ne. Nuk kina të ardhmet tjera. Veç për që këtine e kina të ardhmet ne. Si pas raportimeve të medjave, temperaturat e ulta kanë shkaktuar dëme edhe tek mollat. Mirë po në rajonin e Prespës ishte shpallur gjendje e jashtëzakonshme dhe komuna ka krijuar komision për vlerësim të dëmeve. Në raste të tilla, kompenzimi me vendim të qeverisë mbulohet të paktën 10 deri në maksimum 30% të shumës së dëmit të vlerësuar.